Donald Trump ka bërë deklarata të forta ndaj Iranit, duke sugjeruar se SBA mund të marrë kontrollin e naftës iraniane dhe madje të pushtojë ishullin strategjik Kharg Island, i cili është qendra kryesore e eksporteve të energjisë së vendit. Në një intervistë për Financial Times, Trump deklaroi se opsioni i tij i preferuar do të ishte marrja e naftës së Iranit, duke theksuar se Washingtoni ka disa alternativa në dispozicion. Ai la të hapur edhe mundësinë e marrjes së ishullit Kharg, duke pretenduar se Irani nuk ka mbrojtje të mjaftueshme në atë zonë dhe se një operacion i tillë do të ishte i lehtë për të realizuar. Sipas tij, trupat amerikane mund të qëndrojnë për një kohë të gjatë në ishull nëse merret një vendim i tillë. Këto deklarata vijnë në një moment tensionesh të larta në lindjen e mesme, ku raportimet flasin për dislokimin e rreth 3500 trupave shtesë amerikane në rajon për shkak të frikës nga përshkallëzimi i situatës dhe sulme të mundshme ndaj forcave amerikane. Nga ana tjetër, Trump u shpreh se bisedimet indirekte me Iranin, të zhvilluara përmes ndërmjetësve nga Pakistani, po përparojnë dhe se një marrëveshje mund të arrihet shpejt. Reagimi nga Teherani ishte i menjëhershëm. Kryetari i Parlamentit iranian, Mohamed Bagher Ghalibaf, akuzoi Trump se po përdor negociatat si mbulesë për një ndërhyrje ushtarake. Ai paralajmëroi se Irani nuk do të dorëzosht dhe se forcat iraniane janë të gatshme për një përballje të ashpër në rast sulmi.